Albin Kurti është fituesi i zgjedhjeve dhe njeriu me legjitimitet më të madh për me bë qeverinë. Pikë. Përndryshe, kapelen që po e mbaj në kokë e kam për shkak të një intervenimi të vogël që e kam bërë në kokë, tash veç kam filluar me rikuperimin mjekësor, normalisht do të jem më i rrallë në video derisa të rikuperohem totalisht. Kushdo që është interesu këtë ditë dhe këtë javë për shëndetin tem, e falenderoj përzemërsisht. Tash kthehemi te tema. Vetëvendosja i ka 49 deputet aktualisht dhe me numërimin total të votave të diasporës, gjasat janë që vetëvendosja të ketë shumicën e votave të deputetëve të shqiptarëve. Pra shumicën e deputetëve shqiptarë. Pra Kurti është mandatu ashiqare nga qytetarët për me qenë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Këtu s'ka diskutim. As nuk duhet me u mendu qeveria opozitës, as me qenë imagjinatën politike një gjë e tillë. Para punës një qeveri e tillë para opozitës të ishte qeveri e pakicës shqiptare. E dyta të ishte qeveri shumë heterogjene, me interesa të ndryshme, shumë diverse, e goxha jetë shkurt sipas meje. E treta, përveç që legjitime, lista serbe do të ishte faktoria kryesore në qeverinë e opozitës. E fundit, një qeveri e tillë do të ishte dhurata më e madhe politike për Kurtin dhe vetëvendosjen. Do të shtronte rrugën e një fitoreje edhe më të dërmuese, edhe më të madhe të vetëvendosjes në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që ato do të baheshin.